Artroza është kur harxhohet kërca. Në fjalorin mjekësor i thënë kartilagj, kurse në popull njihet si kërca apo është harxhu yndyra e nyjes. Dhe kjo vije si pasojë e plakjes, një proces të cilën njeriu nuk mund ta ndalojë, vije si pasojë e degenerimit apo plakjes. Është një smundje progresive që nuk ndodh për një kohë të shkurtë, 1 vjet, 2 vjet ose disa muaj, por ndodh për një periudhë shumë të gjatë. A njeh mosh artroza? Artroza nuk njeh mosh, sepse edhe varet prej shkaktareve. Nëse flasim për shkaktarët të cilët i njohim, mund të ndodhë si pasojë një gjendje post-traume, për shembull pasi e ke frakturë thyre të gjurit, tibis apo femurit, mundësitë për paraqitjen e artrozës janë edhe në moshën e re, moshën 20 vjeçare, 30 vjeçare, apo tek smundja si artrit reumatoid, i cili dëmton shumë nyjen, edhe fillon artroza në moshën shumë të re, edhe sindromat të tjera. Kurse nëse flasim për një proces idiopatik, i cili nuk dihet shkaktarët nga vijnë, atëherë normalisht që fillon në moshat më të shtyme, rreth 50-60.